Komuniteti i muzeve në mbar botën shënoi këtë të hënë të 18 majit ditën ndërkombëtare të muzeut. Në kuadër të kësaj dite në vendin ton, por edhe në Vlorë, hyrja nëpër muze ishte falas, ndërsa do të vijojë tillë deri më datën 21 maj, në ditën botërore të diversitetit kulturor për dialog dhe zhvillim. Dita kombëtare e muzeut u jep mundësi profesionistëve të muzeve të takojnë njerëz dhe t'i informojnë ata rreth sfidave me të cilat përballen muzet. Dita ndërkombëtare e muzeve është një ditë tepër e rëndësishme për të gjithë vendin ton dhe pasi kemi një lidhje të drejtë për drejtë me trashëgiminë kulturore të vendit, një historik, njihemi më tepër me historikun e këtyre muzeve, me historikun dhe me traditën e vendit ton, rrënjët tona, dhe kjo është edhe një si urrëlidhse për pjesën e brezit të ri për të njohur me gjithë historikun, trashëgiminë, rrënjët tona të thella dhe më së miri e dëshmojmë të muze apo sitet kulturore. Është një ditë ku vetë muzet, specialistë e muzeumeve apo ata njerëz që punojnë pranë këtyre institucioneve jo fitimprurse prezantojnë, demonstrojnë apo i krijojnë mundësi njerëzve të njihen me problematikën e tyre, por njëkohësisht të njihen edhe me përmbajtjen e këtyre muzeumeve. 18 maj është një ditë e cila solidarizon të gjitha aktorët, drejtuesit e institucioneve për të ruajtur mirëmbajtur dhe për të demonstruar vlerat që ruhen në këto institucione, të cilat i shërbejnë shoqërisë, i shërbejnë njohjes së të kaluarës, por dhe në mënyrën se si ne duhet të përdorim këto objekte, këto institucione për të prezantuar historinë, arkeologjinë, etnokulturën apo dhe elemente të tjerë që ruhen në këto institucione, të cilat janë muzet. Në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë pati vizitor gjatë kësaj të hëne. Nuk kanë munguar nxënësit e shkollave, por edhe të huajt, thot drejtuesja e këtij muzeu Kozeta Halili. Sot është një ditë e cila është falas për të gjithë vizitorët, turistët, dhe do të kënaqen me pjesën e njohjes nga brenda të gjithë historikut të muzeut që kemi këtu. Se kemi informacion çfarë do të jetë, në shkollat apo janë gjithë përfshirës, kemi nxënës të shkollave, kemi turistë të cilët na kanë ardhur nëpërmjet agjensive turistike, janë të huaj. Kështu që është pothuajse gjithë dita është e ngarkuar. Drejtori i Muzeumeve të Bashkisë së Vlorës, Skënder Spahiu, thekson se Vlora ka shumë çfarë t'u ofrojë vizitorëve, nga vlerat e saj të historisë, traditës dhe kulturës. Muzeumet e qytetit të Vlorës janë një vlerë e shtuar, sidomos edhe formimi dhe ngritja e muzeut të hebrejve në qytetin e Vlorës, në kuadrin e rrjetit të muzeologjisë shqiptare, gjë që dëshmon se Vlora ka resurse, ka pasuri, ka etnokulturë, ka arkeologji toksore dhe nënujore, por dhe elemente shumë të pikturës apo të natyrës që ekspozohen në këto pavionet e galerisë të muzeumeve të qytetit, që dëshmojnë ruajtjen e këtyre vlerave. A do interesim gjatë sot? Po, në muzeumet e qytetit të Vlorës janë antarë të Këshillit të Muzeologjisë Evropiane dhe në kuadër këtyre bashkëpunimeve ne gjithmonë referojmë problematikën tonë, ato shqetësime që ne kemi për muzeologjinë tonë, por njëkohësisht marrim në ndihmën jo vetëm të Bashkisë së Vlorës, por dhe të institucioneve të ruajtjes trashëgimisë kulturore, siç është Ministria e Ligjisë apo Komisioni Evropian i Muzeologjisë, për zgjidhjen e këtyre problematikave ose rikthimin dhe gjetjen e objekteve të cilat nuk gjenden të ekspozuara në muzeet e qytetit të Vlorës dhe në Shqipërisë. Ndërkohë, në kuadër të javës ndërkombëtare të muzeve, në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë, pritet që ditën e martë në pasdite të organizohet një aktivitet mjaft interesant, ku ftohen të gjithë të marrin pjesë. Në kuadër të datës 18, ne kemi të përgatitur nesër një koncert me ansamblin e grupit Djemve të Bogonicës dhe në bashkëpunim edhe me vajzat e The Dreams Academy. Në orën 7 në mbasdite, kështu që të gjithë i ftojmë për një gur popullore dhe për një fest sa më të gëzueshme në oborin e Muzeut Kombëtar Pavarësia Vlorë. Në Shqipëri, përgjatë gjithë javës, në muze dhe site kulturore në mbar vendin, zhvillohen aktivitete që synojnë afrimin e publikut me historinë, identitetin dhe vlerat tona kulturore, duke kthyer kulturën në një përvojë të hapur, gjithëpërfshirëse dhe frymëzuese për të gjithë.